Një val mesazhesh alarmuese po qarkullojnë në rrjetet sociale ku prindër nga zona të ndryshme ndajnë përvoja të frikshme dhe situata të dyshimta që lidhen me fëmijët e tyre. Denoncimet janë të shumta dhe në shumë raste ngjajnë mes tyre, duke shtuar edhe më shumë shqetësimin. Në disa prej këtyre denoncimeve përmendet një grua rreth moshës 40 deri në 50 vjeçe e veshur gjithmonë me rroba të errta dhe me kapele, e cila lëviz pranë zonave ku ka fëmijë. Ajo mban në dorë një çantë ose kuti dhe sillet sikur mbledh sente nga rruga për të mos rënë në sy. Por sipas prindërve, lëvizjet e saj janë të qëllimshme, afrohet ngadalë tek fëmijët, u qëndron pranë dhe krijon një moment shpërqendrimi. Një nën tregon se kjo grua ka qëndruar për disa minuta shumë pranë saj duke vëzhguar fëmijën, ndërsa bënte sikur kërkonte diçka në tokë. Vetëm kur ajo ka kuptuar se po vëzhgohej, është larguar menjëherë. Një tjetër rast përshkrua një situatë edhe më shqetësuese. Një makinë dyshim qëndronte e parkuar pak më larg, me sinjalet ndezur gjatë gjithë kohës, ndërsa një person tjetër qëndronte në afërsi duke vëzhguar lëvizjet e kalimtarëve. Prindërit dyshojnë se këto mund të jenë mënyra për të koordinuar veprimet në grup. Në një tjetër dëshmi, një nën shpreh se e njëjta grua, rreth moshës 40 deri në 50 vjeçe, i është afruar makinës së saj, duke i kërkuar të hapë derën ndërsa ajo ndodhej brenda me fëmijën. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se deri në këto momente nuk ka konfirmime zyrtare nga autoritetet për raste të verifikuara rrëmbimi, por fakti që këto histori po përsëriten dhe po qarkullojnë gjerësisht ka krijuar një ndjenjë të fortë pasigurie tek prindrit. Megjithatë, mesazhi që përcillet është i qartë: kujdes maksimal për fëmijët. Prindërit këshillohen të mos shpërqendrohen, të mbajnë fëmijët pranë dhe të raportojnë çdo situatë të dyshim tek autoritetet. Komentoni mendimin tuaj dhe shpërndani videon për të informuar të tjerët.